Ndryshe nga sa pritej, Orban e pranoi shumë shpejt humbjen në zgjedhjet më të fundit parlamentare në Hungari. Duke e konsideruar të dhimbshëm rezultatin e marrë nga partia e tij, kryeministri që sundoi për 16 vite rresht u detyrua të largohet pas një pjesëmarrjeje rekord hungarezesh në votime. Shumë u gëzuan, më shumë Peter Magyar, ish bashkëpunëtori i ngushtë i Orban. Duke u drejtuar një turmë mbështetësish të entuziazmuar në një shesh përballë parlamentit në Budapest, ai deklaroi fitoren e bëm, së bashku përmbysëm regjimin hungarez. 45 vjeçari, i cili deri para 2 vitesh ishte pjesë e partisë që dje mundi, dëshiron të jetë i qartë me mbështetësit e tij në vend dhe jashtë vendit. Ai e identifikoi qartë Orbanin me regjimin dhe anasjelltas. Ka shumë arsye për ta bërë këtë. Orban, një antikomunist i flakt i viteve 90, nuk i shpëtoi tundimit për të veshur shpejt kostumin e një lideri autoritar. Kryeministri i Hungarisë që nga viti 2010 e deri më dje, Orban konsiderohet një figurë e djathtë konservatore dhe populiste. I njohur për politikat e forta kundër imigracionit, mbrojtjen e vlerave tradicionale dhe qëndrimet shpesh kritike ndaj Bashkimit Evropian. Orban ishte djali problematik për Europën. Humbja e tij entuziazmoi lider dhe ish lider të Bashkimit Evropian për të cilët ikja e Viktorit e rikthen Hungarinë në familjen evropiane. Hungaria ka zgjedhur Europën, ishte mesazhi i presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, vetëm pak pas shpalljes së rezultatit të zgjedhjeve në Hungari. Shumë kujt ju duke nxituar kjo deklaratë sa e konsideruan si kërcënim i Ursulës. Megjithatë ishte e pritshme nga Europa, e cila u gëzua si rrallëherë këto kohë për rrëzimin nga fronti të Orban. Reagimi evropian shihet si sinjal politik për një kapitull të ri në marrëdhëniet mes Hungarisë dhe Bashkimit Evropian, pas një periudhe tensionesh me Orban dhe qeverinë e tij. Për te pritshmërive ishte edhe reagimi i kryeministrit polak Donald Tusk. Ish presidenti i Këshillit të Evropës, edhe pse ndodhej në një vizitë në Seul të Koresë së Jugut, i telefonoi fituesit të zgjedhjeve në Hungari për të treguar gëzimin e tij. "Përshëndetje Peter, jam shumë i lumtur, mendoj se jam më i lumtur se ju", tha ai në një video të shpërndar në platformën X, po nga Tusk. Hungaria, Polonia, Europa sërish bashk, fitore lavdishme të dashur miq, shkroi kryeministri polak duke shtuar dhe shpreh në hungarisht rus. Shkonin në shtëpi. Padyshim si ai dhe shumë të tjerë brenda Europës e në perëndim nuk e kanë parë me sy të mirë asnjëherë miqësinë që Orban kishte me presidentin e Rusisë, Vladimir Putin. Një raport që ka ndikuar jo pak edhe raportet zyrtare të Hungarisë me vendet e tjera. Ashtu si Europa perëndimi duket i lehtësuar nga ikja e Orban pas një sundimi 16 vjeçar, por ka preferuar të mos nxitojë me mesazhe, deklarata apo urime. Në fund të fundit, lokomotiva në këtë rast është Europa, liderët e së cilës janë më të sigurt se vetë Peter Magyar për një ndryshim të kursit politik të Hungarisë drejt një linje më të afërt me BE. Ata nuk duan të konsiderojnë zyra të shumtë se ai është një Orban i përmirësuar në variantin më të mirë. Është ende herët për ta gjykuar atë, por ai së shpejti do të gjendet përballë problemeve që i la Viktor Orban, si korrupsioni, kapja e shtetit dhe e drejtësisë, po ashtu edhe kapja e mediave, raporti servil me Rusinë, marrëdhëniet problematike me Europën, korrupsioni, autoritarizmi e të tjera. Por kush ishte Orban i versionit origjinal? Ai është konsideruar për vitesh një figurë problematike për Bashkimin Evropian dhe NATO. Shpesh ka vepruar si një faktor bllokues, duke provokuar polemika dhe debate me qëndrimet e tij politike. Orban shpesh akuzohet për sjellje mosbesuese dhe shantazh, veçanërisht në lidhje me mbështetjen për Ukrainën. Nuk e ka fshehur asnjëherë qëndrimet e tij proruse. Duket se admironte jashtëmase ëndrrën perandorake të Putinit dhe mbas se ndikuar prej tyre, mbajti jo rrallëherë qëndrime kundër politikës së jashtme të BE-s. Nga Unioni dhe nga NATO është konsideruar thjesht një partner i pabesueshëm. Ka përdorur simbole të Hungarisë së Madhe duke ndesur polemika në Evropën juglindore, ashtu si dhe retorika e tij nacionaliste. Dhe reagimet nga Brukseli nuk janë të papritura. Pasi gjatë 16 viteve të qeverisjes së tij, Orban ka pasur përplasje të shpeshta me institucionet evropiane për çështje si politikat e emigracionit, sundimi i ligjit dhe mbështetja për Ukrainën. Këto kanë ushqyer her pas here tension brenda BE-s, jo vetëm kaq. Hungaria e Viktor Orban shpesh ka përdorur vetëm për të bllokuar vendime kyçe të BE-s. I rikthyer në pushtet pasi shërbeu si kryeministër edhe nga viti 1998 deri më 2002, përpara se të rikthehej në pushtet në vitin 2010, Orban njihet si një politikan me qëndrime të djathta. Ai nuk ka rreshtur së promovuari atë që e quajnë demokraci jo liberale. Orban është quajtur për qeverisje autoritare, përfshirë ndryshime të shumta në sistemin gjyqësor, mediat dhe institucionet e tjera të pavarura. Shpesh për të shmangur fokusin dhe debatet nga shkalla e lartë e korrupsionit në vend, Orban strehoi tek retorika e tij nacionaliste dhe populiste, në kërkim të një mbështetje më të madhe nga qytetarët. Çështje të tjera si imigracioni apo identiteti kombëtar ishin gjithmonë pjesë e garniturës së tij politike. Si shumë vende të tjera, edhe Hungaria pësoi transformime të rëndësishme politike dhe ekonomike që nga viti 90, kur vendi kaloi nga një regjim komunist në demokraci të përfaqësuar. Megjithatë, pas fitores së Viktor Orban në vitin 2010, pushteti i tij u konsolidua për keq, duke ngjallur shumë debate mbi natyrën e demokracisë dhe shtetit të së drejtës në Hungari. Gjatë
Gjatë kësaj kohe, pra për më shumë se një dekadë gjysmë në pushtet, qeverisjen e Orban e kanë shoqëruar një sër skandalesh me ndikim në opinionin publik në arenën ndërkombëtare sa i përket imazhit të Hungarisë. Tërheqja e presidentes Katalin Novak në vitin 2024 pas përfshirjes në një çështje pedofilie ishte një prej skandaleve që provokoi protesta masive në Budapest. Tërheqja dhe protesta nxorën në pa probleme të mprehta mes transparencës dhe funksionimit të institucioneve. Viktor Orban ka qenë në qendër të kritikave edhe për pasurim të dyshimt të elitave pranë pushtetit. Emrat e afërt me të janë akuzuar vazhdimisht për përfitim të pandershëm të kontratave publike dhe të fondeve të Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, mediat raportojnë në mënyrë të vazhdueshme për pasuri dhe prona luksoze të tarafit pranë Orban, si simbol i korrupsionit dhe abuzimit me pushtetin, për posjelljeve autoritare, që i ka shfaqur pa u shqetësuar as pak. Qeverisja e tij ka qenë në qendër të kritikave për dobësimin e institucioneve demokratike, kontrollit mbi median dhe ndikimit në sistemin e drejtësisë. Të gjitha këto e kanë tejkaluar Orbanin si individ dhe pushtetar. Tani ka një emër, Orbanizëm. E nëse Orbani që djen nuk është më iku në shtëpi, Orbanizmi nuk ka rënë. Është kudo në Europë dhe përtej këtij kontinenti plak. Sepse problemi nuk është vetëm Orbani. Problemi është modeli, dhe ky model nuk është vetëm hungarez, është për eksport, është për hapur, është për shtatur, është lokalizuar. Në Shqipëri nuk kemi vetëm një Orban, kemi një sistem që i ngjan shumë urbanizmit, por me dy emra që riciklohen prej dekadash, Edi Rama dhe Sali Berisha. Të dy kanë diçka të përbashkët që nuk lidhet me ideologjinë, po me kozgjatje në pushtet dhe mënyrën si e konceptojnë atë. Njëri aktualisht në krye të qeverisë, tjetri rikthyer si faktor dominues në opozitë. Të dy janë produkte të një tranzicioni që nuk mbaron kurrë, dhe kjo është drama shqiptare. Ndryshe nga Hungaria, ku një lider 16 vjeçar u largua përmes votës, në Shqipëri kemi një cikël të mbyllur, ku pushteti nuk ndryshon realisht, por vetëm riciklohet. Rama ka ndërtuar një model të centralizuar vendimarrjeje ku gjithçka kalon nga një dorë, nga investimet strategjike te lejet e ndërtimit, te raporti me biznesin dhe mediat. Një model që ngjan shumë me atë që Europa kritikonte te Orban. Nga ana tjetër, Berisha, edhe pse në opozitë nuk është një alternativë e re, por një rikthim në të shkuarën. Një figurë që ka qenë në pushtet për vite të tëra dhe që për shumë kënd përfaqëson të njëjtin sistem që sot kritikon. Kjo e bën situatën edhe më paradoksale, sepse ndryshe nga Hungaria, ku një ish bashkëpunëtor i sistemit doli kundër dhe erozoi, në Shqipëri nuk ka ende një figurë që të dalë realisht jashtë këtij cikli. Kemi përballë një realitet ku pushteti zgjat shumë, institucionet dobësohen, media kontrollohet ose ndikohet, drejtësia perceptohet si e kapur dhe korrupsioni bëhet normalitet. Në mbi të gjitha, kemi një kulturë politike që nuk prodhon largim, por qëndrim me çdo kusht. Në Hungari Orban u largua, por sistemi që ai ndërtoi do të duhet kohë të shembet. Në Shqipëri problemi është më i thellë. Këtu sistemi nuk ka vetëm një emër, ka dy, dhe të dy janë ende në lojë. Kjo është arsyeja pse Shqipëria nuk është në fazën post-Orban, por ende në fazën para ndryshimit. Ndoshta pyetja më e rëndësishme nuk është më a do ik Rama apo a do rikthehet Berisha, por a do të arrijë ndonjëherë Shqipëria të dalë nga ky cikël?